Cilat janë përfitimet shëndetësore? Kryesisht ndikon te rigjenerimi i qelizave, ndikon në rritjen e sistemit imunitar, po të njëjtën kohë kjo është përparësi që ndikon pozitivisht edhe tek rezistenca në insulin, gjithashtu ndikon edhe tek mbi pesha, ndikon në ramjen pesh, se largohen ato mbeturinat. Rezistenca në insulin është eliksir për jetëgjatësi, dhe më thonë rigjeneron komplet trupin, edhe kjo shkon disa faza të ndryshme, dhe më thonë që trupi njëjtë sikur qelizat, edhe trupi rigjeneron veten, edhe rinohet në një farë forme. Dhe më thonë, bazë të ullumtimeve, qelizat, më thonë, këtë formë, shkojme dhe rinohen veten. Në bazë të ullumtimeve që janë bo, qelizat e trurit janë shumë vështirë mu rigjeneru. Edhe autofagjia, ose agjerimi, qësh është 12, mbi 12, më thënë 14-16 orë, që shkën muaj në shajtë Ramazanit, arrin mi rigjeneru edhe qelizat e trurit. Më thënë që në këtë rast e parandalojmë smundjet neurodegenerative, që janë qelizat që mas vështiri rigjeneruhen. Dhe më thënë, kjo është procesi autofagjis, do shta me demonstru kështu që shijet, se kena full mënyrat ndryshme edhe nutricionist, edhe shkencëtar, edhe njerë, por realisht kur me figurë se qysh ndodh e kemi idenë se çka po ndodh në trupin tonë.